Miza jote e vogël, Analika, në këtë ditë feste kujton nënën e ndjerë, do të mbush bështllëkun që ti ke lënë. Krishtlindja është sinonim i gëzimit dhe festës, por për disa të tjera jo, mbetet një ditë reflektimi dhe kujtimi për ata që nuk janë më. Pikërisht, në 25 dhjetor, 2 vite më parë, Analika humbi nënën e saj, Ildën. Aktoria e ka rikthyer këtë dhimbje përmes një postimi prekës në rrjetet sociale, ku ndau një video me fragmente nga biseda e tyre rreth sëmundjes, të ndërthurura me momente të bukura plotjet që kanë ndarë së bashku. Ana shprehet se mendja e saj është gjithmonë tek nëna dhe se për çdo hap apo vendim që merr pyet veten nëse ajo do të ishte krenare. Ajo rrëfen se mungesa e saj është e pazëvendësueshme dhe se boshllëku që ka lënë ndihet në çdo aspekt i jetës së saj. Njoftimi për mamin tim. Si sot para 2 vitesh në këtë orë, mora një telefonat që do të doja të mos ta kisha marrë kur, lot dhe pastaj një heshtje që më shoqëroi gjithë atë ditë feste. E bukura ime iku dhe një vit tjetër pa ty. Nuk mendoj se do të ketë gjë që të mbush bëshllëkun që ti ke lënë jetën time. E di që tani duhet të mendoj për gjëra të tjera në jetën time, por kur mendoj në çdo mendim më vjen edhe ti. Pyes gjithmonë veten, po mami si do ta bënte këtë gjë? Po mami do të më kritikonte për këtë? Po mami do të mendonte për këtë? Do të më ndihmonte për këtë? Por vetëm përgjigjen e pyetjes po mami do të më ndihmonte kam të sigurt, sepse ajo përgjigja është gjithmonë po. E di që ti do e bëje në çdo moment dhe për çdo gjë. Nuk do të mësojmë kur me mungesën tënde sado gjërat bukura të vinë në jetë. Ti je dhe do t'jesh gjithmonë e pazëvendësueshme. Më mungon një përqafim i joti, më mungon era jote, më mungon ti. Të dua shumë. Miza jote vogël.